Bashkë ndërkaq tani është koha së bashkëbisedoj me musafirën time të radhës, me mua këtu afër është Anisa Suodolli Mujka, e cila sot do të na flas për diabetin ne. Nuk është doktoresh, nuk është e fushës mjekësisë, përkundrazi është nga muzika, por gjithsesi ajo do të na tregoj sot për eksperiencën e saj, kur është diagnostikuar me diabetin dhe kështu me radhë. Anisa, mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Veç me tregu, muaj nëntor është muaj i vedisimit mbi diabetin, kështu që kemi zgjedhur kohën shumë të mirë për këtë bisedë. Kënaqësi me të pas këtu edhe kënaqësi me diskutu për një temë të cilën zakonisht mundohemi ta transmetojmë përmes punonjësve shëndetësor. Dhe flasim ndoshta edhe me terme pak ma mjekësore, nëse guxojmë i quajmë kështu, edhe shumica e muhabetit ndoshta edhe humb pak në këto terme. Sot do ta ndëgjojmë një rrëfim të ndjerë, normalisht edhe me eksperiencën tënde, prej nga momentit kur ti e diagnostiku edhe gjithë pjesën tjetër të jetës, me të cilën ti vazhdon e jeton me smundje njëkohësisht. A të filloj me që jam diagnostiku? Liresht. Atëherë kështu, mas pari me spjegu kisha pas qef që ka është puna e diabetit, se pas diagnozës temën e kam pas, se në familje nuk kemi pas, do me thonë persona që kanë diabet si do, mos jo diabet të tipit 1, edhe normalisht kur nuk e ke asë në familje, nuk je informume. Do me thonë, mas diagnozës temën e tek e kam kuptu që ka është diabeti. Qëfar problemi shëndetësor është diabeti? Se të na, kur përmendet puna e diabetit, të qysh një farë trishtimi i kap njerës. Me njëherë, unë jëmë konë edhe prej tëre që jëmë trishtu prej qësaj fjale. Se me njëherë nga shkon me endja që zgudzon kur gjo me hongër, me njëherë blokohësh edhe blokon trunin edhe normalisht ma djajt shkakton stres shumë të madh. Unë do me thonë, ka një vjetë se gjysë, ma shumë se një vjetë e gjysë që jam diagnostiku, nuk është kohë shumë e gjatë, për do me thonë që unë jetoj me diabet, por kom ledzu qaq shumë, që tash një kohë vallahu pa ta inspiru edhe me vazhdu me studiu i nutricionin, por se ti. Do me thonë... Po kemi mjaftu shumë. Po. Se jo edhe një të ardhë me ta fërë. Atëherë, ka ndodhë kështu, ka pas një kohë, do me thonë, para ma shumë se një vjetë e gjysë, ka pas një kohë, ndoshta një periudhë 6 mujore, ku unë nuk jam di mirë. Unë zakonisht nuk kam qenë tip që smuhet shumë shpesh, ose gripa të tilla, nuk kam pas, ndoshta dhe s'kom pas vakt. Se pri punë të mdhaja, por me të vërtet, nuk e kam di vetën keq ashtu. Qatë periudhën 6 mujore, unë shumë shpesh i kam thonë edhe burit, nuk jam të unë mirë, çdo një muaj e gjysë e kom pas si një farë lloj gripe, imuniteti më ka ra edhe, por nuk e kom ditë me lexu që këto janë ndër simptomat e para që mu nivelet e sheqerit në gjak po më lujnë. Edhe kam fillu në mujtë e fundit, do me thonë, që asaj periudhe 6 mujore, konstant kam qenë smut, si lloj gripe. Do me thonë, në mars të vitit 2024, për bjen, në fund të marsit, një 3 dit, i muaj mend që do me thonë qaq keq jam ndi, qaq jam kone pa fuqishme, jam shtrit, do me thonë të ditën e lume, unë kam net shtrit në shpe, edhe antarët e familjes, buri, fëmijët e kam pasi diçka për një me, nuk është në rregull se nuk jam unë një tipi tillë. Edhe më thotë Erhani, po shkojmë deri te mjeku se që kjo nuk është diçka në rregull, që kaq shumë me konë keq, që aq besomni, kam pas një moment, kur e shisha dorën edhe isha livrit, edhe nuk më isha me livrit dorën, që kam qenë me pa fuqishme. Kemi shku të një ORL, se mendja, se une e kisha problemin do me thonë të kjo pjesë të trupit, frimarja, shumë e vështirë, gjana tilla, shkum edhe, do me thonë, ajo doktoresha, ORL që ish, me kamerat e huna që vëdi, edhe e pa që kam infekcion shumë të madhë. Dhe ashtu një farë reagimi, ki infekcion shumë të madhë, lutna, me njerë me fillu me terapi. Okej, veç shkruje, 3 lloj antibiotika, inhalim, zdi qka, edhe, do me thonë në tanë ditë, vazhdimin e ditës, ka qenë ditë e martë, kur se haroj, do me thonë të nesër, më të mërkurën, tanë ditë, unë e kam qenë me terapin që ajo e ka caktu, të mundu me pushu, po asë një lloj reagimi nuk ka pas të une. Se s'ka qenë problemi aty? Pikresht, edhe të ajtën në mëngjes, Erhani buri thotë edhe njëherë që po shkojmë edhe njëherë deri në emergjencë, nuk është gjendja mirë, i ka lajmëru prindët e me, ata i kanë lënë punat të dytë dhe kemi shku te mjeku në emergjencë, do me thonë,
në fakt kemi shku në Shkup direkt. Edhe veç unë e gjysën e rrugës nuk e maj, vilen mend, se gati si pavedi e kam qenë. Një përhumbje. Edhe, po, bash përhumbje. Veç e maj në mend, kur kemi zbrit prej Kerit, unë i kam thonë babit, unë aty ishin një 10 hapa me hitërit e emergjencaj, thash unë nëse heci des, do me thonë që kam qenë. Edhe normalisht ata punëtorët e panë që rasti është diçka emergjent, me atë farë karocën, po, erdhen, e më morën, veç që mojnë men që i kam pas plot mjek rreth meje, edhe e di që bërtitshin shumë, edhe veç e di që i kam thonë Erhanit, që ka po bërtasim, që ka po ndodh. Edhe Erhanit ka thonë, mirë është, gjithë shka është mirë, i kam besu, do me thonë, verbresht, që gjithë shka është mirë, por aty s'ka qenë asgjë mirë. Edhe e di që kur e kanë matë sheqerin, sepse ka ardhë kardiologu, ka ardhë infektologu, plot mjek, nuk u gjithë problemi. Disciplinare situata. Edhe si duket se nuk e maj men mirë, po që shumë kanë tregu, endokrinologja ka thonë matë një sheqerin, edhe në momentin kur, do me thonë, ma kanë matë sheqerin, ka qenë 28.9, e cila është një nivel shumë i nalt. Do me thonë, nëse më rinë të 30, që njerëzit veç pritët me ranë në komë. Po. Edhe, mandena, unë e di që ata kanë tentu me më vënu, që shi thojnë, kanila, për infuzionet të ndryshme, terapi që kam pas nevoj, por nuk ka funksionu kur gjo. Edhe mandej e di që kam përfuntu në anesteziologi, janë mundu këtu në qaftë e arteria kryesore me vepru. Edhe ajo ka qenë sfid në vete, se une e nisha anesteziologu me atë ndimësin e vetë, thëshin nuk po bën, nuk po funksionan, do me thonë nuk po ecë. Një herë, 2 herë, mendzi të tretën herë ka funksionu, edhe e këm di që edhe vetë anesteziologu, do me thonë kur ka depërtu ajo gjylpona, ka bo një farë shlirime, edhe në atë moment, unë totalisht i kam hub djenja. Do shta edhe që e pash që funksionoj, ose e shisha që isha në një siklet të më, po, edhe veç e di që kam thonë, okej, zotë në dorën të ndë, që ka të bohët, ne të bohët, edhe, do me thonë, kryesorët njerës që i kom pasën mendje, kanë qenë fëmijët e buri, veç për ta, me jetu edhe pak. Mas të asoj, edhe veç e di që jam zgju edhe e kom pa vetën në reportin intenziv, pa nuk e disha, do me thonë, qka ka ndodh, pse jam aty, qka u bo, normalisht e kupton brenda sekundave ose minutit, por pas taj një 3 dit në reportin intenziv, ma ndi në reportin, do me thonë të pjesa ku që shquat që nuk është intenzive. Po. Reportin rekuperimit në këtë rast. Edhe kështut, por është interesant se deri gati në ditën e fundit, para se më liru, sidomos të ajo pjesa kur kam qenë në intenzive, unë absolutisht nuk e kam ditë që jam duke u trajtu me insulin. Edhe ka qenë, është një moment shumë interesant, ajo motra e cila ishte, gjdo dit ishe njëjta motor, edhe unë e pepes tashe pse i gjdo dit, tashe se di që i ndroni ndrimet, o tha jom të e zavensu një shoqe. Okej, edhe u bërën pak si shoqe, tashe pse unë e herë pe marrë një injekcion me ngjyrë të portokallët, herë gjelbërt. Edhe ajo ka reagua shtu tha, ti as pedin që po merë insulina, tashe pse me marru në insulin. Do me thonë që aty unë e kom kuptu që hej, që kjo është që po ndodh. Edhe kjo ka qenë mënyra, do me thonë e diagnostikimit. Qka më kishë ndodhë mund trup, ka quhet ketoacidoza, do me thonë kur... Smundja autoimune në këtë rast? është smundja autoimune, po, por do me thonë, unë për një kohë, për disa muj, do me thonë, nuk kam pas insulin të mjaftu shumë në trup, edhe sheqeri, glukoza në gjak ka fillu veç murit dhe murit shumë e ma shumë qdo dit, po, edhe deri sa trupi nuk ka mujt mo me... nuk ka pas qysh me djeg sheqerën atë të prume, edhe ka njës me djeg yndyrnat e trupit, edhe ajo që në një gjendje të ketozës, po në rastin ton, ajo gjaku jon shëndruhet në acid, gjak të helmuar. Edhe kjo është shumë e rrezikshme. Vdekje bruse në raste. Duhet pa tjetër me... Po, do me thonë, ketoacidoza është një prej fenomeneve që i ndodhë trupit e cilat qanë edhe deri në vdekje. Për kohë shumë të shkurt. Po flasim për
Nëse nuk menaxhohet. Po, nëse nuk menaxhohet gjithmonë. Po. Një rrëfim me emocione. U emocionova. Hala janë të gjalla, krejt kujtimet. Po, sepse nuk është e freskët, e përmendet që është 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë, pak më shumë se 1 vit e gjysmë. Po, dhe normalisht është një bombë për trurin, për familjen. Besoni, kur jemi këthyn, do me thonë, ditën kur më kanë thonë se do të lirohesh prej spitalit, normalisht që ka qenë një gëzim shumë i madh, edhe Erhani ka shku poshtë me kry punët administrative, ku e di, ne kam mbet vetë në dhomë, edhe nuk të isha me najtë më në shtratin që kam qenë disa ditë, do me thonë, ja, po ullat e karika dhe e shalash, wow, nuk e pabesueshme, do me thonë, për sa shpejt, sa kohë të shpejt era në qatë gjendje, seriozisht hala kur e mendoj ka një herë, dhe sidomos më ndodhë ndo raste shumë të kota, kur jam të prekjep, më vjenën me në shka ka ndodhë. Po. Ama është hala shumë e gjallë, por unë nuk e lejoj vetën me ra në qatë, do me thonë, ndodhin raste kur më bjen morali, nështë edhe qaj, por ajo është moment, është kaluse, edhe vazhdojmë për para, ecim për para. Anisa, cili apo si ishte momentet e para në këtë rast, jo kur e kuptove, po kur e kuptove momentet që ti do të vazhdosh të jetosh me këtë gjendje? Sepse kjo nuk është diçka që kalon 3 ditë në spitale dhe kthehesh në gjendje normale. Do me thonë, kur jemi këthy në shpe, është tek kur kthehesh në shpe, e sheh që hej, tash është një realitet i ri. Do me thonë, në atë kohë ka qenë Ramazan, kur unë jam smu, edhe plus ajo atmosfera Ramazanit në shpe, edhe unë me orar gjithë shka me hongër, sepse kom pasë regjim strikt të ushqimit, të gjithë shka, do me thonë. Një muj, mjekja, nuk më me thonë që e ka ndalu, por edhe ka thonë, nëse donë me bu një aktivitet, është një ecje e thjeshtë 10 minuta, se du shumë e pushu, se te për e ke trupin totalisht që regullu. Do me thonë, unë me një herë mas spitalit, mas kohës, ose mas qëndrimit në spital, jam detyru me pi çdo ditë ka 5 litra ujë në ditë, për shkak që me shpërla qatë aciditetin në gjak. Besoni që mu do ke vetja si balon ka një herë, gjdo ditë, për 2 javë rresh, ka 5 litra ujë është te për shumë. Po, në fillim, do me thonë, çështja insulinës, sepse është interesant, në spital ta jep motra. Edhe, s'te sheh, ose këtë ati edhe vazhdon, nuk është diçka që e ban t'i vetë. është më shpejt, kalu. Po, momenti parë, kër është dash me marrë vetë insulinën, ka qenë diçka që unë do me thonë nuk e haroj asë një herë, ajo gjilpun është 4 mm, është tepër e vogël, por prap vetë të është me injektu, mas pari me mate, kështu e ashtu, e ku e di une, edhe me 100 stresa, me 100 tuta, po unë e konsideroj vetën që jam e fort, edhe e bëj vetë. Nuk kam dasht asë një herë, për shembull, mu Erhani më ka thonë, a donë une me bo, është jo, se unë nuk mi unë varë prej askujt, ma duhet vetë me jetu. Edhe pse ndjenjat e para, qaj fillimi është shumë i vështirë. Do me thonë, unë e gati, nështë më me thonë krejt mujën e parë, gati gjdo natë, kur kemi ra me flajtu në kom qajtë. Se qysh tash me vazhdu me këtë realitet të ri. E thashën ma herët është një bombë. Për trurin, për familjen, për krejt, por sidomos për personin që do t'jetoj me... Pikrisht, edhe është qajo stresi që gjdo gjë që ti donë me hangër, për shembull, duhet me matë, me pas sa karbohidrate i ka, me bo matematikën, sa insulin duhet për qatë produkt që donë me hangër, do me thonë edhe të doket që, wow, është fundi botës, krejt jeta ka me shku të bo matematika, për një me është një frike, një stres, një... Edhe plus, dhurata, ka shumë njerëz që thojnë ti e madhe, ti mund është vete, ja deli krejt. Para me ndo se ka fëmi, unë e kuptoj, do me thonë, unë e thamë, shqyqër që më ka ndodhë mua dhe nuk e ka ndodhë fëmive të me. Unë jam vetë nane, 2 fëmive dhe unë e kuptoj shumë mirat njëjtë. është një gjë që ndodhë të njerëzit madhorë që diagnostikohen se ata e din që shka që një jeta pa këtë
problem. Do me thonë, e din që është një jetë carefree, që ti hanë kur donë, që ka donë, pa i bo 100 matje. Tash për një heret, sot ke qenë në qatë mënyrë, të nesër me një mënyrë krejt tjetër, ku dush me bo matje, unë tash ju flasë fëmijëve i thonë mësoni matematikë, se vynë një shumë. Pa tjetër. E kam qenë një prej atyre që këmë thonë qatë vynë matematika. Po, që, është vështirë, por është e menagjushme, është e bëshme. Po si e kalove? Sidomos atë një mujore në parë ku e përmendet që të në... Me ndihmën e familjes. Do me thonë... Përmendet që ke lexu shumë dhe e informu jashtëzakonisht shumë bisë. Jo në fillim, në fakt. Se që edhe një rast shumë interesant, i cili edhe ajo hala më mbetet në kry. Do me thonë, mas një javë, a dy, nuk e di, që u këthy më në shpit, thash, hajt, të nisit lexoj diçka. Edhe... do me thonë, artikulli i parë që më delë mu në Google, do me thonë, veç kam hibre si start, kështu. Diabetes type 1, në start, fjalia e parë, persona që janë të diagnostikuar me diabet të tipit 1, jetoj 20 vjetë më pak. Zot, veç e kom shel, edhe veç kom vazhdu, edhe 2 javë tjera, thash, jone, nuk du me lezu, le. Po, më mirë mos me i ditë. Po, por... To informacion. Pikresht. Ma ndjejna, thash, ka tale, bre, se nuk je, ka tale, që të sohë. Edhe ma ndjej hullumtimet shumë ta. Do me thonë, jo gjithmonë që ka dëdele para në internet është e vërteta, sepse interneti është një deti informatash edhe gjithë kush shkërun që ka do, nuk është i filtruar qaq shumë. Ja që ta është jemi mësu me që to ja më kur. Po e shojmë që po themi gjithë se cili ka mundësi tash me dhoni mendim, ndoshta edhe Pikresht, edhe kush e di mu pse mu ka jep që ajo fjalia e parë, do me thonë në qatë moment. Por, mandina të ullumtu edhe sidomos, unë e du më ju falenderu shumë mjekës teme. Ajo është një prej doktoreshave që, do me thonë në thamë, nëse në momentin kër unë kom shku në spital, nuk ishme qenë ajo aty, unë nuk e di që ka kishë mu bo, është te për e informume, edhe ajo mi ka jep disa hints, këshilla, ku mu drejtu, disa websajte, edhe kom fillu prej aty. Do me thonë, si pike parë, me kuptu që ka është diabeti, që ka po më ndodhë në trup? Diabeti është një gjendje metabolike, do me thonë që trupi nuk i përthith mirë qatë karbohidratet të cilat na i konsumojmë. Te na është një defekt. Kjo është diabeti tipit 1, është një smundje autoimune. Do me thonë, vetë sistemi imunitar e sulmon vetë vetën. Në rastin tem, po, kisha dasht me ndërlidh tani këtu me krahasu, ndoshta me diabetin tipit 2, sepse ka shumë keq informata në këtë aspekt. Për shumë. Diabeti tipit 1, si që stash, është smundje autoimune, ku sistemi imunitar e sulmon vetë vetën. Në rastin tem, e ka detektu pankreasin, një pjesë të pankreasit, në fakt, si trupi huj, edhe non-stop e sulmon. Qka sulmon? Që ato qelizat beta, që i të kryon pankreasit, të cilat janë përgjithse për krijimin e insulinës trupin tonë. Ndërsa, është shumë e thjeshtë me u kuptu. Do me thonë, në trupin e njeriut është një gjantër, se pankreasi është gjantër, e cila krijon insulinën. Insulina është hormoni i cili neve na zbërthen, po themi kështu. Na zbërthen, bashkë e tregon rrugën sheqerit për me shku të qelizat. Në rastin tonë, ajo nuk e ekziston. Edhe qka do të me bo, na e marim insulinën prej jashtë, do me thonë e injektojmë. Ndërsa, te diabeti tipit 2, është një tjetër problem metabolik, ku pankreasi krijon insulin hala, mirë po, problemi është që indet, qelizat edhe mëlqia krijojnë rezistencë. E refuzojnë pikrisht. Edhe diabeti tipit 2, ka rastet që nëse zbulot heret, se do me thonë shkon me faza, po, nëse e zbulon në fazë kur je pre-diabet, ajo mundët edhe po gjë mirë me u tërhek, po, por edhe nëse veç je diagnostiku si diabetik i tipit 2, mundësh shumë letë me pru vetën që ndoshta me një hap, me një tablet, me menagju, me aktivitet fizik, me ushqimin e duhur. Shumica e personave të diabetit 2 kështu veprojnë. Do të janë terapi orale me tableta edhe normalisht përmban këshillave që i marrin. Nuk e kanë aq të vështirë si që duket me gram. Në rastin tonë, nëse na nuk marim insulin, veç 24 orë, ne muj me përfundu të një keto acidos, që ajo që kam... Edhe njërë spital. Edhe njërë spital, edhe, do me thonë,
në gjarje, nuk ja dëshiroj kërkujt, inshallah kërkush kur nuk e përjeton asnjëherë, sepse është me të vërtetë është shumë e rëndë. Është shumë një fakt interesant, sepse diabeti tipit 1 konsiderohet si gjendje e trupit kogja e rrallë. Prej kjo më kalon shumë përshtypje kjo statistik, prej 100% të personave në botë, të personave të diagnostiku me diabet, prej 100% më pak se 10% janë të tipit 1 në krejt botën. Do me thonë është një me të vërtet është e rrallë, nuk është diçka shumë. Edhe për atë, ne kemi shumë dezinformuata mbi diabetin e tipit 1, sepse këto 2 lloj diabete e kanë trajtimin kogja të ndryshëm. Do me thonë, më thonë që dil ecë. Okej, unë e eci edhe ushtroj edhe krejt, po unë duna me bo pregaditje për para me marrë insulin, ose mos me marrë insulin, ose me hongër diçka, sepse qajo ecje, ose qajo aktivitet, qka do qovë, ka me pasën ndikim të one, jo si të një diabetik i tipit 2, të cilit ja regulon nivellet e glukozës. Të na, nëse bojmë kardio, sheqeri ka me shku te për poshtë, pa tjetër, une kur bëj ushtrime e kardio, pa tjetër kam diçka ambull me veti, se të vynë, bjen për toke. Ndërsa, nëse bojmë strength training, me pesha, me forcë, pa tjetër që sheqeri ka me hyp nalt. Sepse nëse na i përdorim muskojt, atëra ato edhe ma shumë lypin, edhe sheqeri shko nalt. Do me thonë, edhe këtu, edhe te aktivitetet, ka matematika para prakisht. Do me thonë, është ma vështire menagjushme, por gjithmonë e menagjushme. Do me thonë, jam merdorën që thot populli, seriosisht jam merdorën, veç se duhet me u informu gjithsesi. Nëse ja bëjmë, e kalojmë këtë një mujorin e parë, e kuptuam që ka qenë një mujor shumë i vështirë, por gjithsesi, edhe pjesa tjetër e jetës është e vështirë, u përmend pak më herët që duhet me detaje, të kalkuluara mirë çdo gjë. Po si ka qenë për ty, po themi ky vit i fundit? Si e menaxhon? Gjitha ato informacione që ti i ke marrë, qoftë në internet, qoftë nga doktorë të ndryshëm, si ka ndiku në personin e ri që është shëndrua Anisa? Mire personin e ri. Po nuk përkufizohet ndryshe, kur të merr njeriu një kësi lloj lajmi që duhet patjetër të jetojë me një diçka të re që se ka pas më herët, duhet patjetër të shndrohet në një person. Pikërisht. S'muj me thonë fatkeqësia, po do me thonë muajin e parë, unë i kam pas kontrolla çdo muaj, do me thonë në fillim, mandej çdo 2-3 muaj, derisa jemi largu pak, sepse unë jam mësu. Do me thonë, mjek jam ka thonë, detyra jame është me të ndihmu që ti me kuptu mirë gjendjen, mandej s'kemi nevojë na mu pa çdo muaj, një herë në vjet edhe qaq. Do me thonë, në muajin e parë, kur e kom pasën e telefonatën e parë me mjekën, sepse ajo ishtë në specializim në Sloveni, edhe nuk mu ishim mu taku. Me pas takime. Ajo nuk ishtë shumë kohë, edhe në veç më tha, matë e krejt që ka hanë. Okej, qysh me matë krejt që ka hanë, edhe, kur kam hinë, tash gabimi jam i parë ka qenë, unë nuk e kom di që po gaboj. Ajo më tha, në mëngjes, kemi hongër 40 karbohidrate, në drek edhe në darë nga 50 karbohidrate. Okej, qysh me ditën e këta. Edhe unë kam mendu, do me thonë kur je i pa informu, kam mendu që karbohidratet janë vetëm të buka, makaronat, ku ta dion e gjona që neve në dokën të ronda mi hongër. Edhe unë e shisha që unë mersha dozat e insulinës, hajsha buk, po me një herë mas 2 orë, si që ashtu matët, do me thonë, merë insulinën, mas 2 orë që ke konsumu ushqimin, matët edhe një herë shëshiri me pa ku jemi. Unë e shëshiri 25, do me thonë, diçka nuk ishë në regull. Thash, hajtë të hitë këqyre veç, për shambull, trangujt, a kanë karbohidrate, edhe kur e kom pa, që 100 gram tranguj kanë karbohidrate, gati 4, thash, okej, ka dalë se këtu hap një derë e një bote, që une pasna këgja punë. Saktësisht. Po, qka kom bo, une e përdori GPT-në shumë në këtë, do me thonë më kanë timu shumë, unë jam pro AI, se qëresht për disa matematika, po, që është? Pikërisht, se tonë ato matematika, unë isha tranu. E pa ta bëjnë si një tabel për 100 gram të produktit ushqimor caktum, deri në 200 ushqime, diçka që shtu e kom pas, për 100 gram të produktit,
sa janë karbohidrate, sa është, sepse secili produkt përpos karbohidrateve e ka dhe indeksin glikemik, e ka ngarkesën glikemike, proteina, fibra, mos të flasim për minerale. Unë pak i kam lënë anash në atë kohë, se më interesoj ke veç puna e karbohidrateve me ditë mi përcaktu dozat e insulinës. Edhe në fillim, duket tepër e vështirë, do këtë që kurs keme mësu, do me thonë, besam u lodhësha para se me ullë me ongër drekën të bu matematika, me laps, por erdhë koha shumë shpejt që në sy i mësova, do me thonë, për shamull një domate, thësha, që kjo është diku 100, e ma që anë vagë, wow, pe di, edhe të mundu mi majtë në men në sy që ato masat e tëne, të i majtë në men ka sa karbohidrate i kanë tash, i di përmendsh. Do me thonë, totalisht përmendsh. Tani normalisht bëhet pjesë e jetës. Edhe e mëson trupin. Do me thonë, unë për fat arri me pas, në dore kam një senzor, është një pull. Po do ta diskutojmë pak më. Për mes këti senzorit, unë e kom pa qysh po reagon trupi jem në ushqimet të ndryshme, në aktivitetet të ndryshme, në stres, ose... Ajo është matje e vazhdueshme. Matje e vazhdueshme, po. Në qofse mund ta kemi në dalje regjia, e kishim diskutu ndoshta edhe fotografin ku Anisa veç se vrijet me senzor. është një tjetër fotografi, me një senzor të bardhë në dorë. Ja. Këta po e diskutojmë. Jo, atëre... Do shta edhe ka rastis që ti shohim njerës me senzor të tillë në... Unë e para se me pas për veti kur s'kom pa. S'ke pa? Jo, unë e jo. Po tash, nështë që a e ke pa, kur i bleni par farme ka dzeza, ishe gret me farme ka dzeza. Tash po, shoh ka njerës. Ka duhet ketë një gjilpër brenda? Nuk e ka gjilponën. Në fakt, kjo është si një vullje. Po vjen keq që e kësha marrë një mostër, po funksionon si një vullje, do me thonë hapët, edhe brenda është senzori i gatshëm për me uvu në dorë. Me gjylpon, do me thonë vepron me gjylpon, po qka hynë brenda në trup, është një, a i keni pa ato letrat që i lexojnë glukozën të një glukometer? Një letër e tillë hynë brenda, është 1 mm me 4, do me thonë shumë me holl, edhe ajo futet në trup. Senzori ka jetë gjatësi 2 javë, në Kosovë nuk ka me ble, tash kanë fillu disa njerëz në mënyra private me sjell, çmimet po janë pak ma të shtrajta, unë arri me marë, unë kam hallën në Londër, edhe ajo më dihman me porosit, me krejtë të cilë e falenderoj shumë, se e lodha porosit non-stop. Senzori është zbulu në fakt për personat me diabetin i tipit 1. Sepse ne kemi nevojë të vazhdueshme për monitorim. Sepse nivellet tona janë shumë të paparashikueshme. Do me thonë, luhasin në çdo moment. Luhasin seriozisht, në besoni, deri në një shopping center me shku, edhe veç pak 2-3 butika me shetit, unë veç duna mu ullë edhe me ongër që ka se bjen sheqeri. Është shumë e paparashikueshme, edhe është shumë jo stabile. Tash nuk mundesh, unë në fillim, muajin e parë, nështë tani muaj e gjysë nuk e di, nuk kom pas senzor, nuk e kom dit as për eksistencën e qëre. Edhe deri në 10 herën ditë unë e kom matë sheqerin. Qa që mu që i arrita, unë e bi pianos, normalisht si s'po isha me prejkë piano, do me thonë orën, i të qajroni qelma orën, se non-stop, do këtë shumë një shpem i vogël për një herë. Por çdo ditë ka 10 herë, ajo veç merë tjetër për mos dora, po. Senzorët janë shpëtim. Unë është normalisht e kështu edhe infeksionet mund të krijohen më pas nga shpimet e shpeshta. Non-stop, seriozisht, nuk është... Ka rrezikshmërinë e vetë ajo më pas. Pikrisht, vetë për faktin që, do me thonë, nivellet tona të glukozës nuk janë qatë stabile, na mundemi me pas qatë shumë luhatje të cilat nuk janë të mira për shëndetin tonë në të ardhmen. Se nuk është diçka veç momentale ditore. Është edhe e ardhmja, sepse na e dim që nëse nivellet të sheqerit në gjak rrinë veç një muj, ma shumë se 15, na kemi me pas probleme të cilat veç i dim, do me thonë, sendi i parë që e sulmojnë diabeti janë sytë, mandi vinë veshkët, zemra, qa për tonë ma shumë. Të gjitha me rend. Përsa to duhet me pas. Merë komente kur ta shohin personat senzorin dorë? Fotën që e paham, e kom postu qëllimisht për shkak të një komenti. Po? Se isha në market,
Edhe normal ishte vera me më shkurta, senzore, edhe i 1-2 mrapa, e thot njëna, qëre kjo qa ka ndorë. Edhe, okej, nuk, ka një herë edhe po pritoj mu marë me njerëz me spjegu se kom spjegu qa që shumë që jam lodhë mu. Edhe thot kjo tjetra që kishe na kulera, që asë po qesim në përdhur. Tha që shumë shkoj nerva. Okej, mu këthy me njës me spjegu, kisha pun, për qa me pagu, gjana që kisha bledhe, vazhdova. Por une e përdori Facebookin si një mjet me shpërndo informatën, po, edhe me paka shumë, me vetë isu, bile qata friends që i kom në Facebook me kuptu që nuk e maj një senzor për qefit. Nuk është diqka e lirë. Do me thonë, një senzor kushton deri në 70 euro për 2 javë. Tash imaginojni në mënyrë të vazhdueshme çdo 2 javë. Me pas kësi lloj shpenzime. E ku janë të tjerat? Ku janë të tjerat? Po i diskutojmë, insulina ditore që e përmendu pak. Insulinën e marrim prej shtetit. Do me thonë, është diçka që jepet nga shteti, por unë du me bo thirrje shtetit edhe nuk nalën ato folë. Do me thonë, ne kemi pas komente si pse pe man këtë cenzor, bo është i varën prej saj. Nuk bona i varën prej saj. Unë jam i varën prej saj. Sepse mu më vy një matje e vazhdueshme e sheqerit. Mu lodhën gishtat, lodhët edhe trunja, besani. Edhe nëse unë du me pas shëndetin që unë me jetu ma gjatë. Edhe me qenë edhe pa probleme, po, pikrisht, ne kam nevoj për një senzor. Nëse nuk e kam një senzor, se ka shumë njerëz në Kosovë që nuk e përballojnë financiarisht një senzor, dhe mund vjen shumë keq për këtë punë. Për që ato, ne jemi të bëjë qëmas që me u mundu së paku senzorat plus senzorat shteti me po, si apo thjesht me ofru, po, me një si shpenzim, por edhe me ofru. Në Kosovë nuk janë shumë një numër te për i madhi njerëzve me diabet tipit 1. Pak më shumë se 2000 persona janë në krejt Kosovën. Do me thonë, për populatën tonë, nuk është një numër alarmus, sepse ne pëdim që është e rrallë. Por nëse kujdesi i shtetit për neve është i tillë, hajde s'po kërkojmë një herë pompa insulinike, veç të senzori porim. Do me thonë, kjo është një kosto fillestare. Mirë po, nëse na i parandalojmë shumë smundje të njerëzve që i vinë prej një menaxhimi jo të mirë, atëre kostoja, do me thonë, shtetit na i kushtojmë ma lirë, se nuk po smujme me gjana tjera. Po, se di të shojmë, jemi të punë, jemi të mundu me arrit një vetëdisim. Ekziston në Kosovë është një shoqat, thirët tip një amëll, është një vajzë e re, Lisa Mehmeti, cila e ka themelu shoqatën, ajo ka qenë diagnostiku me qysh prej fëmijë, do me thonë prej moshës 6 vjeçare, jeton me këtë gjendje, edhe ajo na ka bashku të gjithve dhe po mundohemi sa të mujmë me vedisu popullin edhe shtetin. Edhe shtetin, pa dyshim. Është duke u sill një fotografi me akullore dhe janë shumë kurioztare me diskutu, kështu që regjia në qoftë se mund ta kemi edhe një herë në dalje, edhe të ndëgjojmë edhe storyn pas akullores. Është interesant. Po, çfarë ka akulloria tani? Preqa me dalë fotografia. Kjo ka qenë, nëse zgaboj, kemi qenë në një kontrol në shko. Edhe unë e du shumë Shkupe, na ka lidh jeta me Shkup shumë gjarje, edhe shkojmë shpesh edhe qoftë edhe veç për vizit. Qëllimisht, do me thonë, është postu kjo, sepse unë në momentin nejtëm ditës në Shkup, hangrëm gjana e të prova, dhe sheqeri shkoj 16, që është kogja keq. Por me vedije veprova, dhe okej, tash e spjegoj këtë punë. Edhe tu këthi rrugës, unë alim të pompa benzinës, edhe thotë Roni, atë banim ka një akullore. Thash 16 të kam sheqerin, bre. Edhe ky do me thonë, për krohja e ti, gjatë krejtë kësaj kohë, është unë nuk di që shpër ju falenderu, por për krohjen e ti, në krejtë qka unë e kam kalu. Sinqerisht nuk di që shpër ju falenderu. Edhe kur aje tha qatë, demek, qka që është sheqeri 16, thash, mire ki, qka duhet veç banë matematika. Thash, kur e kohën e që sheqerin 16, më vynë kaq doza për me ullë. Plus dozat e akullorës, hajde more, mora insulinon nga akullore. Do me thonë, ky posim ka qenë për me thy qatë mitin që besohet që njerëzit me diabet nuk gudzojnë me hangër ambëlsira. Problemi i diabetikve nuk është sheqeri.
janë karbohidrates. Do me thonë, nuk është veç sheqeri, unë nuk tut nga prej sheqerit, por është veç mënyra që është din me menaxhu, çaja që po thamë unë mu informu. Veç me po që është reagon trupi, sa doza të insulinës ki nevojë me marë për momentin, për ushqimin e caktuar, edhe në rregull jemi. Mas kësaj fotos, pas në haru, bile me ju tregu që është edhe një foto tjetër, se në telefon shihet se ky sensori lidhet me telefon, me aplikacion edhe sheh. Në baza reale, në shko reale. Do me thonë, mas 2, nështë edhe një orë, nuk e di, se me insulinën e duhurën e kongrakulorën, edhe sheqerit mandej ka ra në 4.2, që është diçka super. Do me thonë, veç duhet një menaxhim i duhur, edhe ti mund të me konsumu qka dush. Një mirë të... Së paku unë e mendoj, ti shumë i recejke në fillim. Krejt unë qka di edhe që është veproj, është veç prej dëshirës tem me marrë informatën edhe tu e testu vetën. Non stop tu e testu vetën. Harova që ka kështë të thonë? Jo, po... Por kjo është, do me thonë, qa do është me thonë, është që personat me diabetin e tipit 1 e kanë një menu ushqimore shumë më të gjerë se ata të tipit 2. Sepse ata, sinqerisht, ka nevojë për kontroll shumë atë madhe të ushqimit, për shkak të rezistencës që e kanë. Na thjesht kena me marrë atë insulin prej jashtë. Edhe thjesht nuk bën me u tut. Unë jam tut shumë në fillim. Po e kom pa që është mënyrë e gabume e jetesës. Nëse ti jeton, tu e pasën men kuku mës po mbot kjo, kuku mës po dalë të kjo efekt ansor, se qka djone, ti kime jetu non-stop në stres. Edhe si pasojë ton që ati stresit ditor, nivellet e sheqerit kanë me najt nalë. Kështu që ka dalë të jetojmë qdo dit, të bojmë matë mirën, që mujmë edhe vazhdojmë tutje. A e dini sa gjatë ka jetu personi, njëndër personat e parë që e kanë marrë insulinën e parë kur është zbulu para 103 vjetëve? 104 vjeqar. 104 vjeqar me insulin. Me insulin. Edhe është diagnostiku si fëmi nëse s'ka bëj 67 vjeqar, në moshë shumë të re, edhe është personi që ka jetu mas gjati me diabetet. A pas ka thyat 20 vite më paka? Po që pa, informacion. Ajo është diçka që... A informacion të ka dalë prej frikës të momentit. Edhe unë e besoj që do me thonë që ajo energjia shumë negativë. I thirim po mdokët këto... Si të janë mendimet edhe na vinë gjanat për para. Po tash, atë informatë, veç e lo, dikun mrapa, do foldera pa lidhje në kry. Po. Edhe jo, nuk ka nevoj për frikë. Absolutisht nuk ka nevoj për frikë. Veç për një menaxhim të duhur. Edhe kaq. Tash është boj jeta edhe pak më herët të janë mësu, ndoshta me sy i vrenë gjanat edhe, e kupton edhe vetën, ndoshta edhe kur je, apo kur e ke shumë të ullët sheqerin. Qa ndodhë kur të është sheqeri shumë ullët? Vlerat. Kur vlerat janë shumë të ullëta? Që të kalzoj, se do me thonë për diabetin, shumë ma e rrezikshme është ullja, ose kur i rënja e sheqerit, se sa kur i kemi nivellet e larta. Se kur i kemi nivellet e larta, ne marim insulin për 2 orë, je okej. Por nivellet e ulta jënë shumë të rrezikshme. Pse? Sepse nëse ne kemi nivel nën 3.9, do me thonë milimols për liter, nëse kemi nivellet nën 3.9, atëherë truri jonë me një herë hynë në një stres të mbijetesës, sepse trurit për me jetu i duhet glukoza. Edhe na qka do që hajmë, qardo lloj karbohidrate që marim, trupi jonë i përkthen ato në glukozë, në mënyrë që truni me jetu. Edhe tash, në momentin kur na e kemi tepër të ullt glukozën në gjak, truri jonë me një herë lëshon alarma, jetu dek. Tepër është, besamni, është gjendje që, do me thonë, këtë dur të dridhen, këtë dridhje, njërës, duke di, thu se ke ushtru një ore gjys pa unal, edhe ndodh që në rastit të tilla për shembull, më fol dikush, ose diçka unë ka ndodhi kënë tonë në Rohanit, që ka e të më folë të marrë të kinezisht. Nuk po kuptoj. Do me thonë, nuk kam koncentrim kur gjok. Koncentrimi total i trupit është qysh me marrë glukozë që me mbjetu. Edhe e kanë krahasu disa shkencëtar këtë momentin kur e kemi sheqerin shumë të ullt, e kanë krahasu si një paralele e kanë marrë, si me qenë në mes të gjunglës edhe më të njek tigri. Do me thonë, qasi stresit të madhe për jeton trupi. Ne, në atë rast, duhet me vepru
me karbohidrate të shpejta. Karbohidrate të shpejta janë sheqerna të procesume. Do me thonë ato që na zakonisht duhet mi evitu, në momentin e tillë na duhen, sepse ato reagojnë shumë shpejt në trup. Për 10-15 minuta në veç trup, do me thonë... Ma për këtë në produkte, janë bombonet? Janë, për shembull, Skittles. E din ato karamelat, edhe ato dallojnë, do me thonë edhe bombonet dallojnë besamni. Bombonet e gumës, ose diçka tjetër, ose Coca-Cola, sepse ka shumë sheqer, lëngjet e frutave, po jo këto natyrale. Nuk sheqera, krym pun? Krym pun të dikush, dikush jo. Është shumë interesant kjo çështja e trupit. Ne kemi një grup në WhatsApp, kjo Lisa e ka kriju një grup në WhatsApp ku jemi dikun 60-70 vetë, nuk e di, të gjithë me tip 1. Edhe se cili i ndojnë përvoja. Çka mu më funksionon, dikuj tjetër, absolutisht jo. Edhe aty e shet që trupat janë shumë individual, edhe se cili e ka ndryshe brendësin. Do me thonë, te unë, me një Coca-Cola nuk funksionon. Jo. Absolutisht. Do me thonë, hy pak sheqer dhe shdrypa petë. Por te... E gjetë diçka? Unë e kom gjetë jelly beans. Me jelly beans jam super. Për shembull, në rastet kur bjen sheqeri se e vren trupin, a ka me ra sheqeri shumë, a ka me ra sheqeri pak. Si kur e studion vetën që po të ndodhe në momente, unë e tash e di, okej, kjo është një ramje e letë, me 3-4 bombone kalon. Po ka një herë e di që kom u ullë edhe kom johën një 15 bombone edhe një gotë lang frutave, kështë e të jone qare do qovë. Ka një herë ndodhe dhe një copë torte nuk të krymë punë, se është një ramje shumë e madhe. Në atë rast, veç këti në amra, pa që ka kom vepru me insulin, edhe e shra, që nëse e kom pas sheqerin pak ma nalt, se ka një herë, glukoza është shumë kryfort, edhe nuk zbret, merë insulin nuk zbret, edhe pa e bot vetën një 2-3 orë, edhe quhet, është si term në anglisht, rage bolus, se bolus thire që ajo insulina e cila reagon shpejt në përthen karbohidratet, do me thonë prej nervozës ti merë doza ma të mdhaja, edhe zakonisht që ajo ramja e madhe ndodhë se ti ke marrë insulin ma herët. Po këto jënë krejt gjana të cilat du të mi marrë pak ma shtruar, sepse na jemi të e bo punën e një organi të trupit i cili nuk është të e bo punën e vetë, pikresh, kështë që du të me mendu si një pankreas, edhe normalisht që na nuk jena trajnu me mendu si një pankreas, po mësojmë gjatë rrugës, non-stop mësojmë sene të reja, unë e ka mësu shumë të grupi, do me thonë, grupi që aty ku jemi në WhatsApp, janë shumë të ri, se cili, mu është akueti, 20-25 veqare, pak jemi në numër, që jemi pak ma djetër, po një ma vjetra dhe krejt në thirin abla, se, do me thonë, e kemi këthi krejt në, paka shumë me thonë në loj. është për një familje e re. Besom ne, po e kuptoj, është, ka qenë aq e nevojshme, unë e tash pesha, sa e nevojshme ka qenë ajo që edhe unë, edhe besoj që edhe të tjerët ka ndodhë, me pa që nuk jemi vetë. Jemi një komunitet, jetojmë qashtu bashkë, edhe ecim për para. Do me thonë, ka njerëz aty me profesionet të ndryshme, që nuk ju pengon kjo njetë. As pak. Minuta e fundit, sepse nga ka ikë koha... Shumë, o zotë më kujtova që kemi hala. E di edhe normalisht me dëshirën matë madhe do të kishim vazhdu se e di që ka histori shumë të tjera në këtë mes, por që krejt për fund që do doje të përqoje, cilin mesaj, ti e përmende për më herët shtetin, i përmende njerëzit për rrët, para gjykimet dhe gjitha këto. Mesazhin më të rëndësishëm që du me japë është te personat të cilët sapo janë diagnostiku. Mos u tutni. E kuptoj stresin e madhe në fillim, e kuptoj që atë tutën e madhe në fillim, por veç du mi siguru që gjithë shka ka me qenë mirë. Gjithë shka ka me vazhdu mirë. Ti esh na vynë me marë informata, të duhura, edhe një menaxhim i mirë. Mos u tutni edhe mos e më shefni. Të na është një farë kurie që e më shefim smundjen. Nuk është kjo diçka që na e kena zgjedh vetë. Kjo trupi jonë reagon në këtë mënyrë. Nuk kemi qka me bo, se kemi zgjedh. Mos u tutni. Që kjo është mesazhi që unë e non-stop mundohna me jep të njerëzit, edhe mos paragjykoni. As njoni. Shumë me thonë, mu më ka ndodhë në falë, veç shkurt, më ka ndodhë në një prej shopping centrave të mdoja që i kemi,
më ka pas rëmje shumë të madhe të sheqerit, edhe jam ull, edhe të hongër çato bombonet, unë e kom pas rast që më ka shiku Me një dikush, dhe me wow, çka po han. Në momentin ku unë isha të vepru, çato bombone mu ma pështojshin jetën, sepse do me thonë ka qenë një moment tepër i rëndë, kom pas një rëmje prej atyre të mëdhajave, edhe thjesht para gjykimi na dëmton shumë. Na dëmton në çdo aspekt, po sinqerisht para gjykimi dëmton shumë, kështu që mundoheni vetë me kuptu, me qitë vetën në këpucat e tjetrit, edhe me pa që ka dalë. Ka arsye për çdo veprim që na e bojmë. Shumë e vërtet. Të falenderoj shumë, Anisa, për kohën, për gjitha këto që ndajte me ne, për një eksperiencë ndoshta nga më personalet që kam pas ndonjëherë në Studion 410, kështu që kënaqësi që të pata. Faleminderit shumë për ftesën. Me kënaqësi